Edi Rama është nga ato politikanë që di mjeshtërisht ta përdor fjalën, të krijojë bindje nëpërmjet saj, por ka edhe momente që fjalët i kthehen kundër dhe e vendosin në situata të vështira. Duke munduar t'i bëjë qefin grave gjatë fushatës elektorale në Dibër, ku salla ishte mbushur plot me gra dhe vajza, kryeministri, në mënyrë elegante që t'i kërkonte votën grave dhe vajzave, tha: "Gjysma e burrave tuaj janë çyryk dhe nuk na duhen, na mjafton vota juaj." Të gjitha gratë u çuan në këmbë dhe duart trokitën këtë deklaratë, duke harruar se ishin bashkëshorte të këtyre burrave të etiketuar keq. Më pas, ai vijoi me ironi duke thënë: "Sikur ju të iknit një muaj nga Shqipëria e t'i lenit burrat vetëm këtu, kur të ktheheni, do t'i gjeni burrat me bisht. Po sikur të ikin burrat tuaj për një muaj, do të jetë peshkopia më e bukur, më e pastër dhe më e qetë." Kjo deklaratë ka bërë që burra dhe djem nga Dibra të reagojnë në rrjetet sociale. Natyrisht, mira reagime negative përkthehen në humbje votash për Ramën, kështu që ai vuri gishtin kokës dhe një ditë më pas tentoi të qetësonte burrat dibran duke folur për jetën e tij familjare dhe për fuqinë që kishte linda si bashkëshorte mbi të. Ai ndau me elektoratin sekretet e jetës familjare, duke thënë se po mos të kishte dëgjuar fjalën e gruas, nuk do të ishte këtu ku është sot. Rama tha: "Unë pa gruan time jam si një ndërtim pa leje dhe kush nuk e dëgjon gruan mbetet çyryk. Unë kam vendosur të dëgjoj këshillat e saj dhe për ju që nuk i dëgjoni, nuk kam çfarë të them, do mbeteni çyryk." Po ju, çfarë mendoni për këto deklarata të kryeministrit? A ju duken të drejta? Mund të ndani mendimin tuaj duke na lënë një koment. Për më shumë video interesante, bëjni subscribe kanalit tonë në YouTube. Faleminderit që na ndoqët.